Shiko veten, Dardh. Vetëm 2 muaj dhe unë tashmë ndjej sikur jeta ime është e plot. Do të bëhem baba. Ka ende shumë rrugë për të bërë, Romeo. Mos u emociono shumë. Sapo kemi filluar këtë udhëtim. Si mund të mos jemi emocionuar? Është një mrekulli. Më në fund do të kem dik që të trashëgoj gjithë punën time të palodhur. Po, sigurisht, një trashëgimtar. Nga rruga, Banana do të vi për darkë sonte për të festuar lajmin me ne. Shkëlqyeshëm. Shoku im më i mirë duhet jetë i pari që e di. Dua që ai të jetë kumbari i fëmijës tim. Kumbari? Je i sigurt që do Bananën? Nuk ka askënd më të mirë në këtë botë. Ai është si një vëlla për mua. I besoj atij jetën time. Po, besimi është një gjë shumë e rrezikshme në këtë shtëpi. A the diçka, i dashur? Dukesh pak i zbeht. A është përsëri të përzierat? Më duhet vetëm të ulem. Gatimi i kësaj darke më ka lënë të raskapitur. Mos u shqetëso. Gëzuar familje, babait më të mirë në botë dhe foshnjës që po vjen për të na sjellë të gjithëve gëzim. Gëzuar vëlla, faleminderit që je këtu. Nuk e iden sa shumë do të thot për mua që je kumbari. E meriton, Romeo. Vërtet e meriton gjithçka që po të ndodh. Shiko Dardhën, Banane. Është pak e lodhur, por duket më e bukur se kurrë me këtë shtatzëni. Ke plotësisht të drejtë. Duket rrezatuese. Është e pabesueshme se si ndryshon një frut kur mbart jetë brenda. Mjaft me komplimentet. Le të ham para se ushqimi të ftohet shumë. Banane, duhet të gjesh një partner të mirë. Të kesh një familje është e gjitha që ka rëndësi. Le të themi vetëm se e kam gjetur atë që kërkoja. Por ndonjëherë fati është pak i komplikuar. Ai është këtu! Mami, më në fund jam baba! Ai është një djalë i shëndetshëm dhe i fortë. Qetësohu, bir. Më lejo ta shoh më parë. Dua të takoj nipin tim para se të fillosh të bërtasësh kaq shumë. Shikoj ato sy, mami. Janë paksa të ndryshëm nga të mit, apo jo? Bir, ka diçka që duhet të shohësh. Afrohu më shumë me dritën në inkubator. Dardh, pse? Pse foshnja ka lëkur kaq të errët? Pse nuk duket si unë? Romeo, të lutem më dëgjo. Mjekët thonë se pigmentimi mund të ndryshojë në orët e para. Mos më gënje më, Dardh. Më shiko në fytyrë dhe më thuaj se ky fëmijë është i imi. Të dua, Romeo. Ti ishe gjithmonë ai që më qëndrove pranë, duke u kujdesur për mua. Nuk të pyeta nëse më do, pyeta se i kujt është ky fëmijë. Më thuaj të vërtetën tani. Romeo, qetësohu, po i tremb njerëzit në spital. Hajde të dalim jashtë dhe të flasim. Ti... Mos më prek! A e dije këtë, Banana? A e dije se fëmia im nuk është i imi? Brother, listen to me. It was a one-night stand. We were confused. Vëlla, mos e thuaj më kur këtë fjalë. 9 muaj dolli në tryezën time. Romeo, të lutem. Mos i hidh të gjitha. Mund të arrisim fëmijën si tëndin. Rrite si timin? Ju jeni përbindësha. Pse po më ndodh kjo mua?